shumë credo. Nuk po du për çdo kush me dalon përgjegjësinë, po përveç unë shumë as një shqetësim në zhvilluar procedurat edhe me hezë mërbora. Një pjesë prej tyre është prej qeverisë Kosovës, një pjesë aty në kredi që nga qeveria prej Bankës Evropiane për Dhe për shkakta që vendosur se na nuk mundemi edhe me ndru. Se dhe na edhe si ministri nuk ishëm hezituar me marrën përsipër procedurat që mi kry. Edhe mi ndihmu si komunë, po është pak probleme ndryshu veç na prej komunave tjera. Që kupton? Se është marrëveshje ndërkombëtare, është në kredi ndërkombëtare, edhe këtu janë obligime që na ka krij komunave. Pra na krejt çka kemi obligim është me ju mbikëqyr. Me mbikëqyr realizimin e projektit, shpenzimin e mjeteve, çto kemi na përsipër. Tani na nuk mundemi me mbikëqyr vetën. Se tani na i shpenzojmë mjetet, na i hapim procedurat, prandaj janë siguru ata që procedurat i kryjnë komuna, na mbikëqyrin procesin. Në projekte që kemi banuar Shqipërisë, banuar e cila e ka pas përsipër krejt këto procedura që janë kryer, dhe krejt këto marrëveshje që sot na po i dëshojmë, është në shumë i përgatitur për këtë edhe ka me qenë edhe në ka me ndihmu edhe juve me procedura. Që mos me u ngadalsu, se na krejt çka kemi në synim është që ky projekt me u kry në fatin e planifikuar. Kena protokollun nga kujtore. Protokollun është. Grazie per shumë credo.